Kësaj radhe do të flasim për video converter, e cila na mundson të ndryshojmë formatet varësisht se cili format na nevojitet. Domethënë mundem me ndru prej formatet MP4 me vendos në MP3 dhe formate ndryshme. Tash do ta praktikojmë si bëhet, domethënë shkojmë te video converter, e marrëm për shembull, e marrëm një video, e vendosëm në këtë fushë. Atëherë përfundre output profile ku përshkruan, output profile ku shkruan, e vendosëm se në çfarë formati dëshirojmë ta lejmë. Domethënë janë gjitha këto formatet, siç shihni. Unë në këtë rast po du me marrë vetëm zonën dhe po du me lënë MP3, shkojmë MP3 high quality, quality lartë domethënë. Para se më shkojmë në fund, caktojmë ku po dojmë me ru, save to. Në këtë rast po du në desktop me lanë, ok, ose mundë me lanë e folder të veçantë, ok, dhe në fund create e bën convert, dhe dohet pasi të përfundon konvertimi, atëherë do të ruhet në vendin ku e keni caktuar më herët. Domethënë në këtë rast unë kam caktuar në desktop. Faleminderit.